sot në këtë kohë ku po jetojmë ne, nuk duhet me pas iluzione që e puncojmë dikë dhe ai person ka me qëndru në kompanitë ne deri në pension. Ajo është nuk besoj që ka ma persona tillë që qëndrojnë diku deri në pension. Në momentin kur dikush largohet, don me u largu prej punës, atëherë është mirë me pas biseda që me analizu cilë janë ata faktorë që po e shtyn. Nëse janë raste të ralla, nuk duhet edhe fort me u mërzit për ambientin e punës ose ngjajshëm, se është secili ka atë vendimin e vet individual që merr nëse don me ndru punëdhënësin për me e sfidu veten, për me u rrit profesionalisht, varësisht prej llojit të firmës ose organizatës, thjesht nganjëherë nuk mundi me ofru atë mundësi të punëtor tonë që me i zhvillu edhe ma tuti, se ka limite të caktuara. Mirë po kompani duhet me u brengos nëse fluktuacione kanë shumë të madh. Atëherë ka të bëjë me punëdhënësin vet. Thotë punëdhënësi duhet me analizu pastaj pse personat janë të largu, pse po ndodhin aq shumë ndryshime në staf mbrani kohë të shkurtë kohore, edhe pastaj me punu shumë me ambientin mbrana punës, me politikat, me kulturën e punës. Po ke edhe një shprehje shumë e mirë që ma tregova në gjuhën gjermane, që mos me ja ndal udhtimin dikujt që është nis për një destinacion i cili ai mendon në atë moment që ka më shërby. Edhe ti kur ka ardhur dikush ka po e la për këtë arsye, e ke mirëpritë dhe ke pasur një mundësi të zhvillimit tyre. Po, gjithsesi që po. Unë nuk e kam nal asnjëherë dikon. Ka versione kështu të ndryshme qysh me menaxhu situata të tilla, ka situata ku dikush vjen që don me rinegociu kushtet e caktuara të kontratës, që është okay, bën me rinegociu kontratën ose pagën ose ngjajshëm. Po momenti kur vjen një punëtor te menaxheri ose te team lideri edhe thotë që më ka shku mendja me lëm punën. Atëherë unë mendoj që vendimi veç është marrë.